كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تدعو به الصلوات في الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira Allah të qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu subhanahu wa taala ju shpërbleft vllazërit të anit e lezit për iftarin, ata që kanë kontribu e ata që janë prezent. Dhe hoxhallar që kanë ardhur, Allahu subhanahu wa taala i shpërbleft. Jemi në vazhdim me sipër të muajit Ramazanit, por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith innamal a'malu bil khawatim. Veprat shpërblehen, llogariten sipas përfundimit të tyre. Deri këtu alhamdulillah, me angazhimin e kujdesin e shtumë që me quhet deri në fund, ashtu që është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Dhe Ramazani parafërsisht e përshkruan edhe jetën e besimtarit. Thot Allah subhanahu wa taala për Ramazanin ayyaman ma'dudat, janë ditë të numëruara. Edhe për jetën tonë janë ditët e numëruara. Thot Allah subhanahu wa taala për jetën, wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya kama anzalnahu min as-sama'. Tregoj njerëzve shembullin e jetës së kësaj bote sikur shembulli i shiut që bjen nga qielli, ecë shpejt. Atë ditë që kemi kaluar Ramazanit deri tash, nëse i llogaritmi sa kanë qenë, keni me thonë shumë shpejt. Edhe ato që kanë me shkuar shumë shpejt me lejen e Allahut për ato që ka jetë. Po edhe jeta në përgjithësi ka me shkuar qështu. Derisa mos më ardh një ditë, edhe me thonë, çka pas mi bën, qysh i lëm pa i vepruar disa vepra, ose qysh e lëm masdore adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe jeta vlerësohet sipas përfundimit. Sigur që Ramazani ka mu vlerësuar te Allahu sipas asaj që kemi me përfundue, edhe jeta jonë ka mu vlerësu sipas asaj që e përfundojme. Ne lutim Allahun ta përfundojmë me iman. Gjatë Ramazanit duhet me bë kujdes se e keni vret me Ramazanit e tjera, kurse me jetën nuk na jepet mundësia me vret, masi të kalon Ramazani e shifni gabimet që i keni bën. Edhe thuni, me pas mujtë e kisha bë dhe këta, e kisha bë dhe këta dhe këta dhe këta. Për Ramazan ka mundësi t'jepet mundësia edhe njëre, Ramazanin tjetër, ama për jetën ma nuk t'jepet mundësia. Për jetën vish një herë, si përsëritet ma mundësia njeriu, atëre mos më ardhë çështja deri aty du të me pas kujdes çka bojmë gjatë jetës. Nga se edhe nëse pendohemi dikur, pasojat e gabimeve kena me i bart edhe masi që të pendohemi. Edhe nëse pendohemi, pasojat e gabimit kena me i bart edhe masi që të pendohemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit i dallonte. Kur nuk i ka trajtuar njëjtë. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Për shkak se më i miri te Allahu është ai më i devotshëm, e nuk ka mundësi ndryshe më kon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më kon njëjtë një munafik me Abu Bakr as-Siddik. S'është e mundshme kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte njerëzit sipas devotshmërisë së tyre. Edhe i afronte afër vetes sipas devotshmërisë së tyre dhe kontributit të cilin ata jepnin në Islam dhe mos gabimeve të shumta në të kaluarën. Janë 3 raste, shumë interesant, me pas se njeriu kur bën gabime të kaluara, në të ardhmen edhe kur pendohesh, e ki vështirë ma, se ki gabu shumë, ki bë shumë keq, ki bë shumë ra, ki bë shumë fesad,
ki bë shumë zarar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shlirua Mekën, edhe pse pjesë e madhe e hoxhallarëve rren, duke shpjeguar çlirimin e Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fali njerëzit, jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çlirimin e Mekës nuk i ka falë të gjithë njerëzit, por i ka ndarë në 3 kategori. Kategorinë e parë i ka falë. Kategorinë e dytë i ka falë, por ka thonë mos të mdel asnjëri prej tyre përpara, s'po duam i pa. Dhe kjo është dallim. Dallim mes atij i cili i e ka falë, edhe ndallim mes atij i cili i ka thonë ty nuk do të hakmirem kur gjë. Ama për Zotin mos më del para syve se zararin që na i ke bati për të 23 vjet se përballon me pa një ftyrë të tillë. Po njerëzit janë pendu, po janë pendu se as e ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këta njerëz janë pendua. A kujton dikush se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i falte njerëzit pa penduar? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol prej mendjes vet, por që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka urdhëruar me fol çashtu. Edhe ndarjen e njerëzve kur ka bën në shtirimin e Mekës, nuk e ka bën për mendjes vet. Po kështu i ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Pjesën ndërmuese në të shkojnë. Një pjesë tjetër edhe ata nuk do të dënohen, por jo me dalë më para syve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mjafton për dënim për atë që u pendu, mos me pas drejt me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mjafton me pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çaty. Ama ty të ka thonë pejgamberi sa mos më hajde se s'po du me të pa. Pse s'do më pa i dërguari i Allahut, se ki bo zarar? Po jam pendu, je penduvi zarari i muslimanëve kamet. Hamza ka shkue, s'kthehet më. Zarari të tjetri. Për të bëni kujdes në jetët e juve dhe në tona secili, mos me bën ndonjë gabim, mas pendimit të cilit apet kanë menamet pasojat. Dhe kategorinë e tretë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë edhe në çabën ti gjofshi virr, kap një hikni për kësaj dynjaje. Çfarë të falë me këta? Kush i ka falë këta? Pejgamberi Allahut? Jo. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë. Besimtari të cilin e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith është i butë, i mirë, i këndshëm, i dashur, qef me nejt me te. Kështu i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarët. Vllazëri musliman të cilët kur i sheh, vetë se i sheh, ta kujtojnë ahiretin. Kur fol me ta, të kujtojnë diçka me bënë e vepër të mirë, e të largojnë, të këshillojnë mu largu për ne vepër të keqe. Këta janë vllazërit besimtarë të duhurit. Kurse për fat keq disa nuk janë të tillë. Ata janë sikuraj Samiriu, kohën e Musës alayhi salatu wassalam, pas mallkimit që ka bërë Musa, një pjesë e madhe komentatorëve në fjalën e Allahu subhanahu wa taala, an taqula la misas idhhab, shkoj thot Allah pejgamberi sa më të ne, ik ti se sjeti gjahiq, se ki bën zarare, ki shpif me adhurue dikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, i ke bë problem dy pejgamberëve të Allahut, edhe kanë qit, e kanë lënë komentatorët e Kur'anit thonë ka shkuar ky, ka bërtit, mos u prekni, mos më bë kështu vëlla musliman i naiv. Ik mos më sikur mi pas brinat, më net me ato jo se më prek, më net me këta jo se më shtyn, më net me ato më ka këshyr, më kom. A din me i përngja vëllau musliman Samiriut në dy drejtime. Në drejtimin e parë, mos më koni i qetë me vëllazëri musliman. Po ku ka njerëz më të mirë se sa vëllazërit musliman? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medinë e thirrte shokët e vet, o shokët e mi, ecni, uluni rrim, veç ulmi rrim. Se pasha Allah në ka marrë dita, keni marrë në Medinë. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'është. Edhe për neve ka marrë dita, që ato që e ki pas një vëlla musliman, ki me lyp një ditë, po nashtë s'u ki me gjetë. Çështja e tretë, Allahu subhanahu wa taala tregon surën Tauba për ata të cilët i ndihmojnë për një me islamit, edhe për ata të cilët bojnë zarar në emën të islamit. Walau kanu fikum ma zadukum illa khabala. Ka disa thot Allahu subhanahu wa taala,
Më kanë me juve veç zarar ju bojnë. Po di që unë në midis luftës sot buk, po ku më dha buk o bllak do. Ja be ma duhet ftaf se s'duhet nxet. Ja më shumë bën zarar, më mirë du të më marr me këto që më drejtue, se sa më mirë me drejtue ata cilës janë drejt. Vend se besimtarët më kanë të gjithë me kontribu për me drejtue ata cilët nuk janë të drejtuar, me qitë punë ata cilët në realitet në thojza duhet më kanë të drejtuar, por zararin u abojnë muslimanëve më shumë më mirë me ta, se sa më mirë me ata me të cilët duhet me u mirë besimtarët. Dhe çështja e fundit, një herë një prej dietarëve e kanë pyet se një musliman e kishte shkurorzu gruan e vet me një shprehje interesant. I thot ti, nëse nuk je prej banorëve të xhenetit, je e shkurorzuar. Wala hawla wala quwata illa billah. Ku më ditë kjo është për banorëve të xhenetit as është? Me lyp, me pyet, fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Thot Allah subhanahu wa taala pyetni ata të cilët dinë, nëse ju nuk e dini. Derisa kërkon kjo motër besimtare në teknik prej komentatorëve të Kur'anit, edhe asqaron tregimin e saj dhe zotimin e burrit saj. Nalet djetare dhe e pyet, a ki hek në herët dorë prej dëshirave tua për në gjunohu veç për hir të Allahu subhanahu wa taala? Ka thënë po. A se keni dëgju fjallën e Allahu subhanahu wa taala, o amma men khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kushdo që i friksohet qëndrimit para Allahut subhanahu wa taala, wa naha an-nafsa 'anil hawa, edhe nal vetën e vet prej dëshirave të veta. Allah dëshirat neve na çojnë kamas. Dëshirat e sahabëve mi pas ndjek Allahu subhanahu wa taala i thot pejgamberit sa kishin deviju, sa të dëshira njerëzish. Ne nuk duhet me ndjek dëshirat as inatet, as kur gjë tjetër përveç atë që ka zbritur Allahu dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kushdo që i friksohet qëndrimit para Allahu subhanahu wa taala dhe vetën e vet e te kalon. Jo për vetë hiç. E nal edhe për gjunohave, edhe për drejtës vet e hjek, vetëm neutralizohet e mira e përgjithshme e muslimanëve, fa innal jannata hiya al-ma'wa, kush e nal vetën e vet për gjunohave, ka banor i xhenetit. E ka pyet këtë grua, a ki nal vetën e për gjunohave? Po, edhe shko te burri se ti me lenë Allah subhanahu wa taala je prej banorëve të xhenetit. Për këtë lutni Allah subhanahu wa taala që të na bëjë të dashur ibadetet, e të na bëjë të urrejtura gjunohet. Lutni Allah subhanahu wa taala të na bëjë të dashur me bë mirë, e të na bëjë të urrejtur me bë sherr. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.